ideologji që synon shpërbërjen e familjes, vlerave të saj, ideologji e cila ka vënë në epicentër gjininë njerëzore, identitetin e gjinisë njerëzore, gjininë e të tillë, për të shkatruar, për të vendosur atë, për të mohuar të drejtat themelore të njeriu, për të atakuar të gjitha besimet fetare dhe nocionet e librave të shenjtë, mësimet e librave të shenjtë për familjen, për të vendosur kontrollin e plot mbi fëmijët dhe gjininë e tyre, jo atë që kanë lindur, po atë që u cakton shkolla, shteti, nëpërmjet metodave të simulimeve me hormone dhe me gjithë të tjera. Këta kanë caktuar orën 3 të natës për debatin për këtë ligj. Pra, këta duan të kryejnë një krim monstruoz në një kohë që kombi është në gjumë. Unë garantoj se ky ligj do të jetë ndryshimi i këtij ligji do të jetë përparësi absolute abrogimi i tij. Gjithçka e bazojnë mashtrim. Konventi i Stambollit e firmosur nga qeveria e Partisë Demokratike në mënyrë absolute nuk bën fjalë për përkatësi të shumëfishta gjinore. Në mënyrë absolute nuk bën fjalë për gjini me diversitete të shumta, po bën fjalë për mos diskriminimin e burrit dhe gruas, e nënës dhe babait, e motrës dhe vllajt, të cilës ne qëndrojmë. Ligji citojnë këta mashtrues është ligji i respektimit të orientimit seksual të çdo individi. Dhe është i vërtet, dhe unë e kam shprehur dhe ai ligj nuk është kundërshtuar nga autoritetet fetare të vendit. Kam patur rastin që me atë ligj të konsultohem dhe në Vatikan për shkak të një vizite dhe ka qenë plotësisht dakord. Pra s'kan asnjë ngjashmëri. Shikoni çfarë lemëri është. Sjell komunitetet fetare të protestojnë para kuvendit. Është ligj identik me nenin që shpallte Shqipërinë ateiste, sepse nëse ndërhyn në themelet e vlerave hyjnore, faktikisht t'i rikthesh tek shoqëritë parafetare, tek shoqëritë ateiste, tek shoqëritë të cilat Marx kërkonte të ndërtonte me mohimin e pronës, këta kërkojnë të ndërtojnë me mohimin e gjinisë. Vetëm një gjë u kujtoj. Mos harroni premtimin elektoral të zonjës Kamala Harris, e cila u zotua se emigrantëve ilegal që dëshirojnë të ndrojnë gjinin do të marrë përsipër me shpenzime shtetërore operacionet dhe procedurat e ndryshimit të gjinisë. Kjo ishte oferta e kandidatës të cilën qytetarët amerikanë hodhën në shumicë të madhe me miliona vota kundër saj. Dhe këtë ofertë, këtë ligj, këtë praktik sjell në Shqipëri kukulla e George Sorosit Edi Rama. Ne do të qëndrojmë fuqishëm këtu në parlament, por nga ana tjetër, thash dhe një herë, ne fnisim betejnë pakthim para ndërtesës së Këshillit të Ministrave. Zoti Berisha, kur keni qenë kryeministri, një takuar me dy aktivistë të të LGBT-s. Po, i qëndroni përkrahas për këtë komunitet apo jo? Plotësi, absolutisht jo. S'është fare kundër. Unë respektoj orientimin seksual të çdo njeriu. Pik. E kam thënë dhe e them dhe do ta them sa kjo është s'ka të bëj fare. Po kjo nuk do të thotë që unë të shpërbëj vlerat hyjnore, njerëzore, shekullore të familjes me këtë. Jo. Dhe këtu nuk është vetëm po kombi amerikan që votoi kundër, po janë 21 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk ekziston ky ligj. Është gjykata franceze. Imagjinoni vendi i deklaratës të drejtave të njeriut. Dhe gjykata franceze hodhi poshtë në 2016 kërkesën për njojën e gjinisë neutrale. Çfarë do të gjini neutrale? Pra, këta që bëjnë këta, Edi Rama i bën këto vetëm për të mobilizuar lobim dhe mbështetje
për krimin monstruoz të drogës që realizon, për narkoshtetin që ndërtoj. Edi Rama i bën këto për të mbuluar skandalet e mëdha, gjigande, me vjedhjen e fondeve publike. Ju, i lexoni ato mesazhe të Lubi Ballukut. Jam unë që e kam quajtur Lubi, askush tjetër, dhe nuk ja heq atë. Por çfarë tregojnë ato mesazhe? Ato mesazhe tregojnë një njeri në terror. Një njeri që i kërkon varësit shpejte, bëje këtë, të tregon terrorin shpirtor që ka ndaj atij, të cilit ajo i vën cilësor e meritur. Unë nuk e justifikoj, sepse përsëri nuk justifikoj veprimet e saj me këtë, por nuk mund të mohohet se mesazhet faktojnë terrorin që ka ajo në detyrë për të përmbushur atë porosi. Nuk e shet njeriu veten në atë mënyrë, siç bën kjo, por e bën për shkak të Edi Ramës, se janë porosi të prera e proret e Edi Ramës. Ndaj dhe nuk janë, aty janë 90, ja u thash dhe njerë, tuneli Llogaras në fakt në tendër është 50 milion, kurse në realitet është 90 milion në total. Dhe ne do jemi të kryeministria për këtë. Por një gjë se e shoh që të gjithë i vërsuli Lubis. Lexoni mirë ato mesazhe. Zoti Berisha, kur do i vërsuli? A ju e shihni se me çfarë përçmimi flet ajo për Edi Ramën, por është e detyruar. Është e detyruar Muhamet. Zoti Berisha, se aty ka vetëm terror. Çoja këto aty. Zoti Berisha, kur do të jeni para kryeministrisë së shtat? Kur do të jeni përpara kryeministrisë për këtë çështje? Do vendosim shumë shpejt. Koha ka kaluar. Tani më thuaj kur do jeni, u them koha kaloi. Ne do të jemi sa më shpejt aty. Faleminderit. Faleminderit.